Get out! Leave the classroom immediately! Muri i sallës së madhe të leksioneve në Universitetin e Heidelbergut, duke sikur peshonte mbi shpatullat e Arbenit. Ishte një mëngjes i ftohtë tetori, nga ata ku mjegulla gjermane hyn deri në palc. Brenda, aroma e drurit të vjetër dhe librave të rënd krijonte një atmosferë pothuajse fetare. Qindra studenti ishin ulur në heshtje, me stilolapsa gati mbi fletoret e tyre të bardha, duke pritur hyrjen e njeriut që mbante në dorë fatin e tyre akademik, profesor Hoffmanit. Arbeni ishte ulur në radhët e fundit. Përpara tij kishte një fletore të mbushur me shënime të çrregullta, ku fjalët gjermane ishin të rrethuara me përkthime në shqip. Ai kishte vetëm 6 muaj në Gjermani. Çdo natë, deri në orët e para të mëngjesit, ai luftonte me nyjet der, dije, das dhe terma të ndërlikuar të mjekësisë, ndërkohë që duart i dhimbnin nga puna si pjatalarës në një restorant të vogël periferik. Kur Hoffman hyri në sallë, heshtja u bë absolute. Ai ishte një burr i gjatë, me flokë të thinjur të krehur drejt prap dhe syze që i jepnin shikimit të tij një precisi kirurgjikale. Ai nuk humbi kohë me përshëndetje. Nisi të vizatonte në tabelë skemën e ndërlikuar të sistemit nervor qendror, duke folur me një shpejtësi që për Arbenin ngjante me një lumë të rrëmbyeshëm. Arbeni po përpiqej të mbante hapin, por një term specifik mbi funksionin e sinapseve e la prapa. Ai e dinte që nëse nuk e kuptonte atë pikë, i gjithë leksioni do të shkonte dëm. Me zemrën që i rrihte fort, ai ngriti dorën. Entschuldigung, Herr Profesor, zëri i tij doli paksa i dridhur në mes të sallës gjigante. Hoffman ndaloi. Krejtësisht, ai u kthye ngadalë, uli syzet në majtë të hundës dhe fiksoi Arbenin me një shikim që përcillte një bezdi të hapur. Po? Ju lutem, a mund ta shpjegoni prapa të pjesën e fundit? Nuk e kuptova mirë se si lidhet fjalën e keni për. Arbeni u ngatërua. Fjala transmetues i mbeti në fyt. Ai tentoi ta shpjegonte me duar, duke u përpjekur të gjente termin e duhur, por në vend të tij nxori një frazë të pasakt gramatikisht. Në sallë u dëgjua një ngritje mbytur e disa të qeshurave nga studentët e tjerë. Hoffman nuk qeshi. Ai e la shkumsin mbi tavolinë me një zhurmë të thatë që kumboi si goditje qekani. Mjekësia i dashur djalosh nuk është një lojë me xhexheza, tha Hoffman, duke ecur drejt radhëve ku ishte ulur Arbeni. Këtu nuk jemi në një kurs gjuhe për emigrant. Këtu po flasim për jetë njerëzish. Nëse ju nuk jeni në gjendje të kuptoni një proces bazë sepse nuk dini të ndërtoni një fjalë në gjuhën e vendit ku po studioni, ju nuk po harxhoni vetëm kohën tuaj, po harxhoni edhe kohën time. Arbeni u skuq deri në vesh. Ai ndjeu sytë e qindra kolegëve mbi vete. Profesor, unë studioj shumë thjesht kjo fjalë. Mjaft. Hoffman e ndërpreu me një prerje dore. Në këtë sallë nuk ka vend për mediokritet. Shkenca kërkon saktësi, jo dëshirë të mirë. Ju nuk keni as disiplinën e duhur e as bazën e nevojshme. Merrini gjërat tuaja dhe largohuni. Mos u ktheuni në leksionet e mia derisa të mësoni të flisni si një njeri që meriton të mbajë një bisturi në dorë. Apo ndoshta bëni mirë të ktheheni atje nga keni ardhur në Shqipëri, ku mbase standardet tuaja mjaftojnë. Salla u mbulua nga një heshtje e rëndë dhe e turpshme. Arbeni u ngrit ngadalë. Duart i dridheshin ndërsa mblidhte librat e tij të vjetër. Ai ndjeu ftohtësinë e dyshemes nën këmbë ndërsa zbriste shkallët e sallës. Çdo hap që bënte drejt derës së daljes ngjante si 1 kilometër. Kur preku dorezën e rëndë të metalit, ai u kthye për një moment pas. Prof. Hoffman e kishte rinisur leksionin sikur asgjë të mos kishte ndodhur, sikur sapo kishte fshirë një njoll të vogël nga tabela. Arbeni doli jashtë në ajrin e ftohtë të Heidelbergut, dhe për herë të parë pa shumë kohësh ndjeu lotët i nxenin faqet. Por, teksa fshiu sytë me mëngën e palltosë së tij të lirë, brenda tij diçka ndryshoi. Ai nuk ishte i thyer, ai ishte i fyer deri në palc. Dhe fyerja në shpirtin e një shqiptari shpesh ndërohet në forcën më të madhe që njeriu mund të njohë. Dalja nga ajo sallë leksioni nuk ishte thjesht një largim fizik. Ishte një rënje në një humner pasigurie. Për ditë me radhë, zëri i profesor Hoffmanit i ushtonte Arbenit në kokë si një mallkim. Kthehu atje nga ke ardhur. Ato fjalë ishin bërë ushqimi i tij vetëm në dhomën e ngushtë e të ftohtë që merrte me qira mbi një dyqan mishi. Arbeni kaloi javët e para në një gjendje gjysmë paralize. Çdo herë që kalonte pranë godinës së universitetit, ndjente një shtrëngim në gjoks. Kishte frikë se mos ndeshej me kolegët që kishin parë poshtërimin e tij, ose më keq akoma me vështrimin e akull të profesorit. Por, në vend që të dorëzohej të priste biletën e kthimit për në Shqipëri, ai mori një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e jetës së tij. Nisi ajo që Arbeni më vonë do ta quante viti i heshtjes.
Ai hartoi një plan ushtarak për veten. Ditët e tij fillonin në orën 05:00 të mëngjesit. Përpara se të niste punën, ai ulej në një stol të parkut, me një fjalor të trashë gjermanisht shqip dhe librin e anatomisë që Hoffman ja kishte përçmuar. Ai nuk lexonte thjesht faqet, ai I gëlltiste ato. Çdo term që nuk e kuptonte e shkruante 50 herë në një fletore derisa dora t'i mpihej dhe truri ta kodonte si pjesë të vetes. Puna në restorant u bë laboratori I tij I dytë. Ndërsa lante pjatat me ujë të nxehtë dhe avull që I diçte fytyrën, ai mbante kufje të vjetra ku dëgjonte regjistrimet e leksioneve të mjekësisë që kishte arritur t'i merrte fshehurazi nga një shok kursi. Pronari I restorantit, një gjerman I moshuar që vëzhgonte djaloshin e heshtur, e pyeti një ditë: "Pse nuk del me të rinjtë e tjerë në fundjavë, Arben? Se qëndron gjithmonë mbi libra?" Arbeni u kthye me sytë e skuqur nga lodhja, por me një dritë të fortë, dhe u përgjigj shkurt: "Sepse dikush më tha që nuk jam I aftë, dhe unë duhet I vërtetoj vetes që ai gabohej." Nata ishte pjesa më e vështirë. Kur qyteti flinte, Arbeni qëndronte zgjuar në dritën e një llambe të vogël. Ai filloi të studionte jo vetëm mjekësinë, por edhe stilin e ligjërimit të Hoffmanit. Ai donte të fliste si ai, të mendonte si ai, madje edhe të debatonte si ai. Ai mësoi se si gjermanishtja nuk ishte thjesht një gjuhë, por një sistem logjik. Sa më shumë e zotëronte atë, aq më shumë saktësi fitonte në shpjegimet e tij shkencore. Një natë dimri, ndërsa po studionte sistemin kardiovaskular, Arbeni vizatoi në murin e dhomës së tij një skicë të madhe të zemrës njerëzore. Me një tushë të zi në mes të skicës, ai shkroi në shqip: "Nuk ka mure që nuk rrëzohen." Ishte betimi I tij I heshtur. Ai nuk do të kthehej në universitet si një student që kërkonte mëshirë, por si një forcë që nuk mund të injorohej më. Gjatë kësaj etape, ai humbi peshë, flokët ju thinjen pak në anë nga stresi, dhe harroi se çfarë shije kishte argëtimi. Por, ndërsa muret e dhomës së tij mbusheshin me formula dhe skica organesh, brenda tij po vdiste emigranti I trembur dhe po linte kirurgu I pamëshirshëm ndaj paditurisë. Ai ishte gati të përballej me hijen e profesorit, por këtë herë jo nga radhët e fundit të sallës. Këtu është zgjerimi I etapës së tretë, ku përshkruhet ngjitja e tij profesionale dhe transformimi total nga një student I përzënë në një autoritet të mjekësisë. Etapa e tretë, metamorfoza nga studenti I njohuar te mjeku vizionar. Vitet që pasuan ishin një marshim I pandalshëm drejt përsosmërisë. Arbeni nuk u kthye thjesht në universitet. Ai u rikthye si një uragan intelektual. Kur u shfaq sërish në provimet e vitit të dytë, stili I tij të folurit kishte ndryshuar rrënjësisht. Gjermanishtja e tij nuk ishte më një mjet mbijetese, por një armë precize. Ai nuk përdorte më terma të thjeshtë. Ai përdorte gjuhën e lartë shkencore me një elegancë që I linte pa fjalë edhe profesorët më skepticë. Ai u diplomua me rezultate maksimale, por ky ishte vetëm fillimi. Ndërsa bashkëmoshatarët e tij festonin, Arbeni u zhyt në botën e vështirë të kardiokirurgjisë. Ai zgjodhi fushën ku gabimi më I vogël do të thotë vdekje. Një pasqyrim I asaj që Hoffman I kishte thënë dikur: "Mjekësia kërkon saktësi, jo dëshirë të mirë." Brenda një dekade, emri Dr. Arben Gashi filloi të shfaqej në revistat më prestigjioze mjekësore të Evropës. Ai nuk ishte më djali që kërkonte ndihmë për të kuptuar sinapset. Ai ishte njeriu që po zhvillonte teknika të reja për operacionet e zemrës me rrezikshmëri të lartë. Transformimi I tij fizik ishte po aq I madh sa ai profesional. Tashmë mbante veshur bluza kirurgu që I rinin perfekt. Lëvizjet e tij ishin të matura dhe vështrimi I tij përcillte një autoritet të qetë, por të palëkundur. Në spitalin ku punonte, ai njihej si mjeku që nuk dorëzohej kurrë. Kur kolegët e tij thoshin se një rast ishte I humbur, Arbeni qëndronte mbi tavolinën e operacionit për 12 orë rresh. Ai thoshte shpesh: "Nëse dikush të thotë se nuk ka shpresë, do të thotë se thjesht nuk ka punuar mjaftueshëm." Ishte një parim që e kishte mësuar në netët e gjata mbi librat e vjetër, kur gjithë bota I thoshte se nuk do t'ja dilte. Pavarësisht suksesit, Arbeni ruante një modesti të thellë. Ai nuk e harroi kurrë origjinën e tij. Në zyrën e tij, krahas diplomave të shumta nga Berlini dhe Vjena, mbante një gur të vogël nga vendlindja e tij në Shqipëri dhe fletoren e parë të shënimeve. Atë me fjalët e rrethuara me përkthime të gabuara. Ishte kujtesa e tij për dhimbjen që e kishte bërë këtë që ishte sot. Ai ishte bërë një mjek vizionar, I aftë të shihte përtej skanerave dhe analizave. Ai e shihte pacientin si një njeri, jo si një rast klinik. Ndoshta sepse dinte mirë se si ndihesh kur trajtohesh si një asgjë. Në këtë etapë, Arbeni arriti kulmin e karrierës së tij. U emërua shef I departamentit të kardiokirurgjisë në një nga spitalet më të mëdhenj të Berlinit. Ai ishte tashmë në maj të hierarkisë mjekësore gjermane. Kishte fituar respektin e atyre që dikur e shihnin me dyshim.
Megjithatë, Fati po përgatitej për lojën e tij të fundit, më dramatiken. Pas 15 vitesh, rrugët e tij do të kryqëzoheshin sërish me njeriun që i kishte ndryshuar jetën me një fyerje. Por këtë herë roli i mësuesit dhe nxënësit do të përmbysej përgjithmonë. Ishte një natë me shi të rrëmbyeshëm në Berlin. Dër Arbeni sapo kishte përfunduar një ndërhyrje rutinë dhe po përgatitej të largohej, kur alarmi i kuqi urgjencës kumboi në të gjithë katin. Një pacient i moshuar sapo ishte sjell me helikopter pas një diseksioni të aortës, një nga urgjencat më vdekjeprurse në mjeksi. Dërë gashi, pacienti është në gjendje kritike. Ka humbur vetëdijen dhe po shkon drejt arrestit kardiak, raportoi infermierja kryesore ndërsa vraponin drejt sallës së reanimacionit. Kur Arbeni hyri në dhomë, pa një burr të moshuar të zbehtë si çarçafi që luftonte për frymëmarrjen e fundit. Ndërsa infermierët po i hiqnin rrobat për ta lidhur me aparaturat, Arbeni hodhi syt mbi kartelen që sapo kishte mbërritur. Emri Dera. Hans Hoffman. Mosha 78 vjeç. Profesioni, profesor emerit i mjekësisë. Për një moment bota sikur u ndal. Arbeni ndjeu një goditje në stomak, sikur ajri në dhomë të ishte zhdukur. Para tij, i pafuqishëm dhe i dorëzuar para vdekjes, ishte njeriu që dikur e kishte quajtur të paaft dhe mediokër. Ishte njeriu që i kishte kërkuar të kthehej në Shqipëri sepse nuk ishte idenje për mjekësinë gjermane. Doktor, duhet të vendosim. Tensioni po bie në zero, bërtiti asistenti. Një pjesë e erët e mendjes, ajo pjesë që mbante ende plagët e vjetra, i kujtoi Arbenit atë mëngjes të ftohtë në Heidelberg. Ishte e lehtë të thoshte, nuk mund ta shpëtojmë, është shumë vonë. Por aty në atë sallë ku vdekja po bënte roje, dër Arben gashi nuk pa armikun e tij. Ai pa një qenie njerëzore që kishte nevojë për saktësinë që ai kishte kaluar 15 vite duke e përsosur. Përgatitni sallën e operacionit numër 1. Tani urdhëroi Arbeni me një zë që nuk lejonte kundërshtim. Unë do ta operoj vetë. Operacioni zgjati 6 orë gjysmë. Ishte një betejë e vërtet me kohën. Duart e Arbenit lëviznin me një shpejtësi dhe siguri që ngjante me një koreografi hyjnore. Çdo qepje, çdo lëvizje e bisturisë ishte një përgjigje ndaj fyerjes së vjetër, jo me urrejtje, por me profesionalizëm absolut. Ndërsa asistenti i fshinte djersët nga balli, Arbeni ishte totalisht i përqendruar te ajo zemër që rrite dobët në dritat e sallës. Ai po i kthehej borxhin profesorit, por jo me monedhën e përbuzjes, por me atë të jetës. Kur më në fund monitori tregoi një ritëm të qëndrueshëm kardiak, Arbeni u mbështet pas murit dhe mori frymë thellë. Ai doli nga salla me maskën ende në fytyrë. Jashtë drita e agimit po thyhej mbi xhamat e spitalit. Ai ishte i raskapitur, por ndjente një paqe që nuk e kishte provuar kurrë më parë. Ai sapo kishte shpëtuar jetën e njeriut që ishte përpjekur t'ia shkatëronte karrierën para se ajo të fillonte. Hoffman ishte gjallë, dhe ishte gjallë fal djaloshit që nuk dinte të fliste gjermanisht. Tashmë mbeti vetëm etapa e fundit. Përballja sy më sy kur profesori të hapte syt. 2 ditë pas operacionit, drita e diellit po hynte butësisht në dhomën e kujdesit intensiv. Profesor Hoffman hapi syt ngadalë, i rrethuar nga zhurmat ritmike të aparaturave që e mbanin në jetë. Ndihej i pafuqishëm, por mendja e tij, dikur aq e mprehtë, filloi të lidhte copëzat e asaj që kishte ndodhur. Ai e dinte mjaftueshëm mjeksi për të kuptuar se kishte qenë në prag të vdekjes dhe se vetëm një mrekulli kirurgjikale e kishte kthyer mbrapsht. Dera u hap me një lëvizje të lehtë. Dër Arbeni hyri brenda, i veshur me bluzën e bardhë, me kartelen e pacientit në dorë. Ai nuk foli me një herë. Kontrolloi monitorët, bëri disa shënime dhe pastaj u afrua pranë krevatit. Hoffman e vështroi gjatë. Kishte diçka të ai mjek, të sytë e tij të errët dhe balli i lartë, që i zgjonte një ndjenjë faji të groposur thellë. Më thanë se ishte një operacion i pamundur, përshpëriti profesori me zërin që i ngjante një fshfëritje gjethesh të thara. Kush jeni ju, doktor? Arbeni uli kartelen dhe e vështroi drejt në sy. Një buzëqeshje e lehtë, pothuajse e padukshme, ju shfaq në buzë. Unë jam mjeku që u kujdes për zemrën tuaj, profesor Hoffman. Por shumë vite më parë në Heidelberg, unë isha studenti që nuk dinte të lidhte një fjali në gjermanisht. Unë isha ai djaloshi shqiptar që ju e nxorët nga salla sepse mjekësia nuk ishte për emigrantët. Dhoma u mbulua nga një heshtje e rëndë. Hoffman u rregullua paksa në jastëk, sikur të donte të ikte asaj vërtetësie. Fytyra e tij u skuq nga një turp i papritur. Ai u kujtua salla e madhe, arroganca e tij dhe djaloshi me fletoren e vjetër që doli me kokën ulur. Ti, Arbeni, zëri i tij u drodh. Më vjen keq, unë isha një njeri i verbër atëherë. Kam bërë shumë gabime në emër të disiplinës, por ky pas ka qenë gabimi i më i madh. Ai u përpoq të ngrinte dorën për të kërkuar falje,
por ishte shumë i dobët. Arbeni bëri atë që mjeku i tij nuk e kishte bërë kurrë. I zgjati dorën dhe ja shtrëngoi me ngrohtësi. Mos u mundoni të kërkoni falje, profesor, tha Arbeni me një zë plot dinjitet. Atë ditë ju nuk më shkatëruat. Ju më zgjuat. Nëse nuk do të ishte për atë përjashtim, ndoshta unë do të isha bërë një mjek i thjesht. Por urrejtja juaj më bëri të kërkoja për sosmërinë. Ju më mësuat saktësinë në mënyrën më të ashpër të mundshme. Dhe sot, ishte pikërisht ajo saktësi që ju shpëtoi jetën. Hoffman mbylli sytë dhe lotët rodhën mbi rrudhat e tij. Ai e kuptoi se në ato momente, njeriu që ai kishte përçmuar ishte bërë mësuesi i tij. Arbeni i kishte dhënë leksionin më të rëndësishëm të mjekësisë, që mjekësia nuk ka kombësi, nuk ka racë dhe mbi të gjitha, nuk ka vend për mendjemadhësi. Faleminderit. Dërëgashi, përshpëriti profesori, këtë herë duke e përdorur titullin me respektin më të lartë. Arbeni doli nga dhoma dhe eci nëpër korridorin e gjatë të spitalit. Ndjeu se një peshë që e kishte mbajtur për 15 vite sapo ishte avulluar. Ai nuk ishte më studenti i fyer. Ai ishte njeriu që kishte triumfuar mbi fatin. Ndërsa dilte në terracën e spitalit dhe shihte Berlinin që po zgjohej, ai mendoi për vendin e tij të vogël, Shqipërinë, dhe për faktin se nganjëherë rruga drejt suksesit kalon mes tuhive më të egra, vetëm për të treguar se sa fort mund të qëndrosh në këmbë.